Bankat komerciale në Kosovë kanë realizuar rreth 90 milion euro fitim të pastër në 6 muajt e parë të këtij viti, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës. Sipas shoqatës së bankave, NLB Banka udhëheq listën me fitimin më të madh, me 19.6 milion euro. Pas saj vjen Banka Kombëtare Tregtare me 15.5 milion euro dhe Raiffeisen Bank me 15.3 milion sosh. Në vendin e katërt renditet TEB me rreth 13.5 milion euro fitim, ndërsa ProCredit Bank ka realizuar rreth 12.9 milion sosh. Fitimet vazhdojnë me Bankën për Biznes, e cila ka përfunduar 6 mujorin me 6.7 milion euro dhe Bankën Ekonomike me 5.1 milion euro. PriBank ka realizuar fitim simbolik për 71.000 eurove. Sipas ekonomistëve, burimet kryesore të fitimit të bankave mbeten interesat e kredive. Ndërsa për bankat është ekuacioni i thjeshtë, tarifa më të larta, kamata më të larta dhe rrjedhimisht fitime më të larta. Ndërkohë, jo të gjitha bankat kanë punuar me fitim. Ziraat Bank, Credins Bank dhe ISA Bank kanë raportuar humbje financiare. Aktualisht në Kosovë operojnë 11 banka komerciale, 8 me kapital të huaj dhe 3 vendore, ndërsa sektori bankar i vendit punson mbi 4.000 persona. Shënjestër.net